mund të shënohen edhe si vitet më të kopshme për historinë e kombit shqiptar, pasi që në krye të lëvizjes kombëtare vijnë njerëz të cilët në asnjë moment nuk do të realizonin premtimin e bërë përpara shqiptarëve që Kosova të bëjë shtet i pavarur. Janë po këto vite kur pas një zhgënjimi të plot në klasën politike do ta nxirrnin në ballë të një force të re ushtarake politike të Kosovës, në njeri me emrin Adem Jashari nga prekazi Drenicës, i cili historinë e shqiptarëve do ta ndryshonte për 100 vjet. Ky burr Drenice, me vendosmërinë që të sakrifikohet për idealet e shenjta të lirisë, do ta thërriste ndërgjegjen e kombit shqiptar dhe do të trokiste fort në ndërgjegjen e botës perëndimore. Bashkë me një grup shokësh, Adem Jashari, që nga viti 1992 do të jetonte në malet të Drenicës dhe do të krynte me 10 atentate kundër pjesëtarëve të policisë, sinonimi të shtypjes, poshtrimit dhe përsekutimit shqiptarëve. Adem Jashari, bashkë me vllajën e tij Hamzën, edhe pse të ndjekur e të kërkuar nga organet serbe, edhe pse jetonin bashkë me qetën e tyre në përmaljet të Drenicës, duhet ktheheshin që të shmalleshin me nënën, babajnë dhe antarët e tjerë të familjes. Dhe nëna do t'ulej në mesin e djemve të saj e do të rrefente për rrëthimet të shtëpisë nga policia dhe ushtria serbe. Ja qënë sefer, me hangër sefer, mas pari që ata u konë, as kina di që nga ka rëfeku kërkër. E kina hangër sefer, e kina pi qaj, e kina nej, e na nëzit në altë me ro, kër i na nëzit, dhe që kina mshel dyrt, kanë krizë. Vëmë. Kështu do të rëvente nëna e Adem me Hamzë Jasharit për rrëthimin e parë që u bë kësaj shtëpie në vitin 1992. Në një natë janari, kur Udbeja kishte marrë vesh, që edhe vllai i madh, Rifat Jashari, kishte ardhur nga Gjermania në fshatin Prekaz pranë familjes së tij.